katër persona jonë e Zeza Kumbit që e kanë bon këtë farë kamuflazhe, din që e kanë bon, jonë ata dhe emna djavepi, Buja Bukushi, Sa Mustafa, Xhavet Aliti, Ibrahim Kelmendi. Në mu tha pu, po duhet mi bo do para si do test mi përvu sa je joftë, mi përvoj mi boni do në gjarje, u duf mi bo do bëdallakina, mi sharmatus do ushtare, mi amor arme të mi kalzu ati si unë jem gjence, jonë konë dro më mbra ushtar tunë, si kanë pas arme tonë. A dit ishin Borrell me Markusin, kërsiti pushka, e kishin pa morë, një djallë, e kanë re, e kanë shtim burg. Jenë shku shok të vetë me nëzërë, ku jenë shku shok të vetë me nëzërë, që kë erdhen ja morën komandën Ilmi Kodrës. Që kë Pjetër Shala me do tjerë u bunë komandonta edhe ku e në ardha të ushtarët me morë shokën e vetë me nëzërë për burgi, edhe e kanë nxerë arme ta dhe jenë gjujt edhe e kanë plagos një ushtarë. E kanë vra një e plagosën. Bënë e menti, na kemë një në Borrelli, na konë në qytet, se shkum një farë keqë përdërimi i ushtarëve ke. U bon 3500 ushtarë, ma dhe ishe me një zonin u që ke, su kur balona si bin me ato ushtimin e modhe. Edhe këta e Zeza Kumbit që jënë konë, edhe sot që më burën që menujnë që Liria ka emen, Liria s'ka emen, por Liria ka më rri, se këto në emen të luftës, në emen të luftës që në kam shefin, shumica e komandontave njërës që në kam shefin, gjëra si na, e kanë bon UÇK-n së kënë të ishte punë private o këtën. Aja UÇK-ja i ka rrojt në popull. Populli e boni ato. Edhe na jem tonë në bitë e popullit, na kemë dhonë kontributin kush ka pas mundësi, po këta, unë e bi, 4 persona jonë e Zeza Kumbit që e kanë bon këtë farë kamuflazhe, din që e kanë bon, jonë ata dhe emna djavepi, Buja Bukushi, Sa Mustafa, Xhavet Aliti, Ibrahim Kelmendi. Këta i kanë pas parat e Kumbit, këtë komplet. Si Velindja Thret, si qeveria, në mahon e Bukushit i kanë pas parat, që i kanë menagju miliona. Ta shkërhisë, Liria ka emen, Liria s'ka emen,